E duke ditë ta, me nejt njerin neglijent, e mos me përvej krar, e mos me bë dua tash në sejdë, e mos më lut për veti, për grujen, për evladin, për nanën, për babën, për iman, për shëndet, për ahti, për musliman, për pasuri, për bashkim. Atëherë meriton që ka thonë pejgamberi për këta, men adraka Lailatul Qadr. Ai i cili e kap natën e 4 të zen. E kuptimin është gjallë. Allah e ka dhënë një bonus me jetu, se disa njerëz nuk janë prezant, kanë ndrujet, neve na e ka dhënë. Edhe nuk e shfrytëzon. Hurman, ky njeri është i privuar. Ky haqqan mahrum është. Ky është i privuar. Ky nëse tash nuk di me dhon penallin gol, ky s'ka shansa çfarë të thënë. Intervenimi i fundit është nata e kadrit. Nëse tash na nuk e prezantojna, nuk e ekspozojna për Allahut, o Zot, ti e di besha kam bëu Zot. Fal më bëu. O Zot, kam nevojë për tyje. Kam nevojë për rahmetin tan, për faljen tënde. Unë kam nevojë për çdo sen. Abe, çka ki? Mos vere turp, mos hezito. Lipi për Allahut. Ai të bose, sa do shnota ku falet dhe hipët. Edhe e ka selam. E çfarë më thon? Aisha i ka thonë ja Rasulullah, nëse e kapin natën e kadrit, ti sham këshillon, çka unë, çka me vepru, cilën kartë, kredibilitet me shfrytzu. E ka thonë që të formulën dhe jo është mirë me thonë. Çfarë lutje? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti je afun. Arabisht afun i thot mëkat falësit. O Zot, ti je i fal mëkatët. Apo i fal kështu? Edhe shumë e do falën, na fal neve.